27 nëntori i zgjedhur është pika juaj e kthimit, 7 mrekulli do të shpalosen. Të dashur shpirtra të zgjedhur. Ndalu një qas. Merr frym thellë. Nëse je duke e dëgjuar këtë video sot në 27 nëntor ose pak para ose pak pas kësaj date nuk është rastësi. Ti ke ardhur këtu sepse shpirti yt e dinte. Kjo është dita kur gjithçka ndryshon. Dita kur fati yt rikthehet në duart e tua. Dita kur ti, i zgjedhura del në dritë. Pika 1. Rëndësia e 27 nëntorit. Sot është 27 nëntor. Kjo nuk është thjesht një datë në kalendar. Kjo është një portal kozmik. Një pikë kthese që qielli e ka caktuar posaçërisht për ty. Në këtë datë, energjia e universit rikthehet në ekuilibër dhe ti je në qendër të këtij rialinimi. Imagjino jetën tënde si një libër i madh. Deri dje ti ishe në kapitujt e vuajtjes, në kapitujt e humbjes, në kapitujt ku ndiheshe i padukshëm, i pafuqishëm, i harruar. Por sot mbyllet ai libër. Sot hapet një libër krejtësisht i ri. Nga sot e tutje do të flasësh për jetën tënde duke thënë: para 27 nëntorit dhe pas 27 nëntorit. Sepse kjo është dita kur ti rilin. Energjitë e kësaj date janë kaq të fuqishme sa do të ndjehen si një valë drite që kalon nëpër çdo qelistë të trupit tënd. Është dita kur karma e vjetër shlyhet. Dita kur kontratat e vjetra shpirtërore mbarojnë. Dita kur ti bëhesh versioni më i lartë i vetvetes. Pika 2. Shenjat e ndryshimit. Shenjat që tregojnë se je në prag të portalit 27 nëntor. Nëse je duke e dëgjuar këtë, ndoshta tashmë i ke ndier ato në trupin, në mendjen dhe në shpirtin tënd. Ndoshta ke menduar se je duke u sëmur. Ndoshta ke menduar se po humb kontrollin. Por unë të them sot me gjithë zemrën time: këto që po ndjen nuk janë sëmundje. Këto janë lindje, le ti marrim një nga një ngadalë që ta ndjesh çdo fjalë në kocka, lodhja e pashpjegueshme, ajo lodhje që të bie si plumë mbi shpatulla edhe nëse ke fjetur 10 orë. Nuk është dembelizëm. Është trupi yt fizik që po rikalibrohet për një frekuencë drite shumë më të larë. Imagjino një radio të vjetër që përpiqet të kapë një stacion të ri me valë shumë më të forta, fillimisht vetëm zhurmë dhe fishkëllima. Po kështu është edhe trupi yt. Çdo qelisë po ndryshon kristalin e saj. Prandaj të raskapitet edhe nëse rri ulur. Pranoje. Pusho pa faj. Flini sa të doj trupi. Është investim, jo dobësi. Emocionet si tsunami, një çast që pa arsye, një çast zemërohesh për gjëra që më parë i toleroje, pastaj papritur një paqe që se ke ndier kurrë. Kjo ndodh sepse po nxirren në sipërfaqe të gjitha traumat e vjetra që ishin të ngrira thellë brenda teje. Universi po të bën një detox emocional të plotë. Është si të pastrosh një dollap të mbushur plot për vite, në fillim del pluhur, merimang, gjëra të prishura dhe duket kaos. Por sapo të mbaroj, hapësira është e pastër dhe e shenjtë. Loti që del tani është lot çlirimi. Zemërimi që del tani është zjarr pastrimi. Lëri të dalin. Mos i shtyp. Ata po ikin për gjithmonë. Ëndrat e gjalla, profetike, të çmendura. Një natë je në një qytet që nuk e njeh, takon njerëz që si ke parë kurrë, por i ndjen si familjar. Një natë tjetër fluturon mbi det. Një natë tjetër të ndjekin hije të zeza dhe ti shpartallon me dritë nga duar. Këto nuk janë thjesht ëndra. Janë takime reale shpirtërore. Janë udhëzime. Janë prova generale të fuqisë që po zgjohet brenda teje. Mbaj një fletore pranë krevatit dhe shkruaj çdo mëngjes. Pas disa javësh do të shohësh mesazhet që të janë dhënë. Dyjevu dhe ndjesia që koha është e çrregull. Një bisedë që e ke jetuar më parë fjalë për fjalë. Një vend ku shkel dhe thua, unë e di çdo cep të këtij vendi, por nuk kam qenë kurrë. Kjo ndodh sepse ti po lëviz ndërmjet dimensioneve. Shpirti yt po kalon nga 3D në 5D. Koha lineare po tretet për ty. Ti po fillon të jetosh në tani në e përjetshëm. Çdo dyjevu është një konfirmim, je në rrugën e saktë. Numrat që të ndjekin kudo, 11, 11, 22, 22, 333, 424, 555, 777. Këto quhen numra engjesh ose kode aktivizimi. 11, 11 zgjimi shpirtëror. 222 je në linjëzim të përsosur. 333 mësuesit e ngritur janë pranë teje. 424 je i mbrojtur plotësisht. 555 ndryshim i madh po vjen. 777 je në rrugën e fatit tënd hyjnor. Sa herë që ishe, buzëqesh dhe thuaj faleminderit. E pranoj. Ndjeshmëri ekstreme ndaj energjisë së njerëzve dhe vendeve. Hy në një dhomë dhe ndihesh menjëherë i rënd, edhe pse të gjithë qeshin. Një person të prek dhe ndjen gjithë dhimbjen e tij.
Nuk je hipersensitiv, je hiperindërgjegjshëm. Aura jote është zgjeruar aq shumë sa kap çdo vibrim rreth teje. Kjo është dhuratë, jo mallkim. Do të mësosh të mbrohesh dhe të zgjedhësh me kujdes me këri. Oreksi që ndryshon çuditshëm, papritur të do ushqime të lehta, ujë shumë, ose nuk të hahet fare. Trupi po kalon në energji kristalore. Nuk ka më nevojë për ushqim të rënd për të mbajtur frekuencën. Ndiqe intuitën. Haj atë që të thërret trupi, jo mendja. Zukatje në vesh, tinguj të lartë si fishkëllim ose zile në heshtje. Këto janë tonet e sferave. Është frekuenca e tokës që po ngrihet, rezonanca Schumann, dhe ti po e kap në kohë reale. Kur i dëgjon, mbyll sytë dhe thuaj, unë jam i hapur për mesazhet. Ndjesia që je jashtë trupit ose që bota është si film. Sepse ti po e shikon botën nga një këndvështrim më i lartë. Nuk je më plotësisht brenda matricës 3D. Është si të ngrihesh mbi tavolinën e lojës dhe të shohësh të gjithë labirintin. Të gjitha këto që po përjeton janë shenja të pagabueshme që ti je një nga të zgjedhurit që po kalon portën e 27 nëntorit. Mos ki frikë. Mos dysho në veten tënde. Çdo simptom është një medalje. Çdo natë pa gjumë është një shkallë drejt fronit tënd të vërtetë. Ti nuk je duke u prishur. Ti je duke u bërë i pathyeshëm. Ti je duke u bërë dritë e pastër dhe kur të hapen sytë tënd të rinj pas 27 nëntorit, bota nuk do të jetë më njësoj. Sepse ti nuk je më njësoj, merr frym thellë tani. Ndjeni këto fjalë në zemër. Ti je duke lindur përsëri. Dhe lindja është gjithmonë intensive. Por ajo që lind është hyjnore. Pika 3. Pastrimi i jetës. Tani dëgjo mirë, sepse kjo është pjesa që shumica nuk e kuptojnë dhe luftojnë kundër saj. Universi po pastron jetën tënde. Po i heq të gjitha ato që nuk janë për nivelin tënd të ri. Njerëz që të kanë përdorur. Miq që të kanë mbajtur të vogël. Dashuri që të kanë ulur vetvlerësimin. Punë që të kanë shtëruar shpirtin. Zakone që të kanë mbajtur të bllokuar. A ke vënë re? Disa njerëz janë larguar vetë. Disa të tjerë i ke larguar ti pa dashur, thjesht nuk duroje më energjinë e tyre. Disa situata u prishën papritur. Disa dyer u mbyllën me forcë. Mos u trishto. Mos u mundo ti mbash. Mos u lut që të kthehen. Kjo nuk është humbje. Kjo është mbrojtje hyjnore. Çdo gjë që largohet tani, largohet sepse nuk mund të hyjë në kapitullin e ardhshëm me ty. Lëri të shkojnë. Bekori dhe lëri të shkojnë. Hapësira që krijohet do të mbushet me diçka aq të bukur sa sot nuk mund ta imagjinosh. Pika 4. 7 mrekullit. Tani vjen pjesa që do të jap drithërim. Rreth teje, tani për tani, po aktivizohen 7 mrekulli. 7 forca hyjnore që do të ndryshojnë gjithçka. Dëgjoj një nga një dhe ndjeni në zemër, mrekullia e qartësisë. Papritur do të dish saktësisht çfarë do. Konfuzioni i viteve të tëra do të zhduket si mjegull në diell. Do të shohësh njerëzit ashtu siç janë vërtet. Do të shohësh rrugën tënde pa asnjë dyshim. Mrekullia e çlirimit. Të gjitha zinxhiret emocional, trauma, faji, turpi, frika, po shkëputen. Do të ndihesh aq i lehtë sa do të duket sikur fluturon. Mrekullia e linjëzimit. Njerëzit e rinj, shpirtrat binjak, mentorët, dashuria e vërtet po tërhiqen nga fusha jote magnetike e re. Do të takosh njerëz dhe do të thuash, ku ishe gjithë jetën time? Mrekullia e lartësimit. Statusi yt do të rritet. Mundësitë do të vinë tek ti, jo ti tek ato. Derisa dje të lypje vëmendje, tani do të lypin të tjerët. Mrekullia e mbrojtjes. Armiqt, ziliqarët, energjitë e ulta humbasin aksesin tek ti. Çdo sulm kthehet kundër atij që e nisi. Ti je i paprekshëm tani. Mrekullia e restaurimit. Çdo gjë që të është marrë, kohë, para, dashuri, shëndet, do të kthehet tek ti në një formë edhe më të madhe, edhe më të bukur. Mrekullia e fatit. Rrota e fatit kthehet përfundimisht në favorin tënd. Gjithçka që dikur shkonte kundër teje, tani do të shkojë për ty. 7 mrekulli. 7 dhurata. Janë aktive tani. Thuaj me zë, unë i pranoj 7 mrekullit. Faleminderit. Pika 5. Rrimarrja e fuqisë. Mjaft më me të qenit i padukshëm. Mjaft më me të kërkuarit miratim. Mjaft më me heshtjen kur zemra të thotë fol. Ti je i zgjedhuri. Fuqia jote e vërtet po zgjohet. Zjarri që dikur e shuan bota, trauma, kritika, tradhtia, tani po rindizet më i madh se kurrë. Intuita jote do të jetë busulla jote e vetme. Nuk do të pyesësh më, a jam i mjaftueshëm? Ti e di që je më shumë se i mjaftueshëm. Ti je i domosdoshëm për këtë botë. Qëndro drejt. Folu vetes në pasqyrë. Unë jam këtu.
Unë jam fuqia. Unë jam drita. Askush nuk mund të ma erësoj më dritën. Pika 6. Për shpejtimi i bekimeve. Pas 27 nëntorit gjërat nuk do të vinë më nga dalë. Nuk do të ketë më vite pritjeje. Do të ketë vrull. Do të ketë shpejtësi hynore. Një ditë do të zgjohesh dhe do të thuash: si ndodhi gjithë kjo kaq shpejt? Mundësitë do të vinë si lumë. Zgjidhjet do të shfaqen para se të kërkosh. Parat, dashuria, shëndeti, paqja do të rrjedhin drejt teje pa mundim. Ti ke hyrë në rrjedhën hynore. Tani gjithçka bashkëpunon për të mirën tënde. Mesazhi përfundimtar dhe mbyllja. Të dashur i zgjedhur e zgjedhur. Ti je gati. Gjithçka që ke kaluar, çdo lot, çdo natë pa gjumë, çdo tradhti, ka qenë shkolla jote. Sot mbaron shkolla. Sot fillon misioni yt i vërtet. Hap zemrën. Thuaj po fatit tënd të ri. Thuaj po dashurisë, po bollkut, po fuqisë, po dritës. Unë jam krenar për ty. Qielli është krenar për ty. Dhe shumë shpejt edhe bota do të jetë dëshmitare e shkëlqimit tënd. Faleminderit që je këtu. Faleminderit që je ti. Tani shkëlqe. Namaste.